Është koha tani për intervistën në studio, i ftuar është deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Anton Çuni. Mirëmbrëma dhe mirë se vini zoti Çuni. Mirëmbrëma, mirë se u gjej. Falenderoj shumë për prezencën. Sot ishte përpjekja 19 për konstituimin e kuvendit, edhe kjo rezultoi e pasuksesshme. Si dilet nga kjo situatë, nga kjo krizë institucionale, zoti Çuni, cila është zgjidhja sipas LDK-s? Po, tani më është bërë njohur që para disa ditëve ne kemi dalë me një projekt të cilin e konsiderojmë se është zgjidhja më e duhur për rrethanat, momentin, mundësitë, por edhe nevojat e kohës. Do thotë nga Lidhja Demokratike e Kosovës është dalë me një qëndrim që në situatat e tilla kur asnjë parti nuk e ka forcën politike që shprehet në numrat e deputetëve në Parlamentin e Kosovës, nuk e ka mundësinë me kriju qeverinë, atëherë do duhej një takimi përbashkët, një kompromis i përbashkët, një plan i përbashkët dhe një agendë e përbashkët ku do të bëhen pjesëmarrës të gjitha partitë politike parlamentare. Nuk është diçka që nuk është treguar në të kaluarën, kur shtetet të ndryshme kanë pas situata të ngjashme. Janë këto modelet që përdoren për një afat të shkurt, për një agendë të saktë. Pastaj, kur krijohen rrethanat të ushtrohet e drejta për zgjedhjet e radhës, besohet që del një... Ky propozim i juaj nuk ka marrë përkraje nga asnjë subjekt politik, as nga vendosje, as nga partitë e tjera të djeshme opozitare, as PDK-s, as AK-s. Situata mbetet e njëjtë, bllokada vazhdon. Jo, nuk pajtohem me ju. Ka pas mbështetje edhe nga Partia Demokratike e Kosovës, po ashtu nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, ka pas heshtje nga vetëvendosja. Flas nga autoritetet më të larta, në këtë rast nga kryetari i vetëvendosjes, zoti Kurti. Edhe në takimin që është organizuar nga presidentja e vendit, zonja Osmani, ka pas deklarime të PDK-s, të Aleancës, që përkrahin këtë ide edhe që ka hapësirë me punu në këtë ide, por është eshtur... Zotë Emir Krasniqi ka thënë që preferon qeveritë e opozitës, e jo qeveri gjithëpërfshirëse. Lutem edhe herë. Krasniqi, kreu i PDK-s, ka thënë që preferon qeveritë e opozitës së drejtshme, e jo kalimtare gjithëpërfshirëse, siç thoni ju si LDK. Vetëm të sqarojmë, edhe ne kemi preferencat tona. Flasim për preferenca, por edhe për situatat të mundshme. Do thotë nuk ka pas refuzim të këtij projektit as nga autoritetet e Partisë Demokratike të Kosovës. Natyrisht që mundësitë munden me ndalu nga preferencat. Situata pra mbetet e njëjtë në kuvendin e Kosovës. Vendosja insiston me zonin Albina Haxhiu që të jetë krye parlamentare, synojnë me votimin e fshehtë, zoti Çuni. Pse LDK-ja se përkrah këtë mënyrë? Po, kur ndërtohen disa standarde, bëhen rutinë, bëhen pjesë e kulturës parlamentare, dhe tani tentohet të bëhen ndryshime në procedura, është e natyrshme që jo ato ndryshime përkrahen apo akceptohen nga tërë spektri politik. Nëse ne kemi filluar një procedurë me votë të hapur, atëherë do duhej edhe epilogu të jetë në këtë vazhd. Ndryshimi, natyrisht që mundet me hedhë dyshime që bëhet fjalë për manipulim të vullnetit, po ashtu jo transparencë, edhe që ne na brengos, kur i kemi pa disa komunikime që janë bërë jashtë themi
qasjes me problematikën, veçanti me autoritetet e listës srpska, atëre hezitimi është edhe me i madh. Të ndërtohet një qeveri nga vullneti i disa deputetve nga lista srpska, unë mendoj që nuk siguron një të ardhmet e mirë për Kosovën dhe për qytetarët e saj. Ky thoni që është synimi i vetëvendosjes, që ta kaloj tutje procesin e konstituimit me votat e listës serbe. Tani më janë publike bisedat që në zhvillu me autoritetet e kësaj partije, me njerëz që janë të kërkum, njerëz që kanë kryer krime, kanë udhëheq aksione terroriste, po ashtu kemi komunikimin i cili është zbuluar nga mediat, nga do thotë nga balkoni i parlamentit, kur një deputet komunikon me autoritetet e vetëvendosjes që një pjesë deputetve nga lista srpska janë të gatshëm me votu kryetarin e parlamentit. Po të ishte kështu, lista serbe do të përkrahte këtë mënyrë të votimit të fshehtë, zoti Çuni. Nga ana tjetër vetëvendosja pikërisht ju akuzon juve PDK-n, LDK-n, EAK-n se po bashkëpunoni pikërisht me listën serbe për të mos e konstituar kuvendin. Po e bllokoni. Këto gjëra nuk funksionojnë ashtu. Natyrisht që edhe nëse lista srpska e kryen një argat në këto veprimet e vetëvendosjes, ata nuk dëshirojnë edhe të dekonspirohen. Dhe nëse tani do të ishin në linjë ashtu publike, shumë pasaj projekte në të ardhmen do të kompromitohen. Por përderisa ekziston një komunikim për cilin ne ende nuk e dim, s'paktën nuk kemi marrë sqarimet e duhura, ka heshtje brenda vetëvendosjes, apo ka edhe arsyetime të ndryshme që ka pas lehthitje e tjera, natyrisht që ne preferojmë votimi të jetë i hapur. Çdo deputet e ka personalitetin e vet, e ka bindjen e vet, e ka edukatën, edhe është i lirë, pa ndonjë frikë që do të sankcionohet me shpreh vullnetin e tij në çfarë do lloj votimi. Por nga ana tjetër, vetëvendosja thotë që pikërisht me këtë mënyrë të votimit, pra me votim të fshehtë, synon, e shprehin hapur edhe në këtë studio eksponentë të ndryshëm të vetëvendosjes, kanë thënë që synojnë që votohet zoni Albin Haxhiu nga disa deputet të mundshëm, qoftë nga LDK-ja, qoftë nga PDK-ja e EAK-ja. Po të regoj si është natyra e komunikimit brenda lidhjes demokratike. Nuk jem kompetent me folë për partitë tjera. Ne bëjmë bisedat e hapura, diskutimet e hapura. Askush nuk ka frikë me shpreh qëndrim, me shpreh ide dhe me ardhur tek një artikulim i përbashkët për veprimet që do i ndërmarrë. Tjeni bindur se brenda grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me të vërtet nuk ekziston as tek të cili do individ që të jepet besimi një kandidati cili propozohet nga vetëvendosja. Tentime ka pasur? Nga vetëvendosja. Demokratike, siguruar vota nga LDK-ja. Kemi ndëgju që ka një disponim nëse zëvendësohet kandidati për kryetar të parlamentit. Tek ne është bindja, po ashtu është edhe mendimi dhe qëndrimi jonë, ne nuk po lidhemi me emën, por thjesht është çështje në diskrecionin e partisë më të fuqishme që të siguroj votat për të nominuar dhe votuar kryetarin e parlamentit. Dhe kjo është evidente, pra vetëvendosje me partnerët e saj nuk i kanë votat e mjaftueshme për ta konstituar kuvendin, për ta zgjedhur zonin Haxhiu kryeparlamentare. Kemi parë një intervistë të zotit Kurti në televizionin publik që thotë që numrat i ka për formimin e qeverisë së re, por si ka për ta konstituar kuvendin e Kosovës. I ka për formimin e qeverisë së re, besoni apo jo? Po kush do ta besoj këtë? Kush është ai që do e besoj?
gjithnjë ka qenë me sfiduese sigurimi i votave për qeveri. Asnjëherë nuk ka qenë as sfiduese sigurimi i votave për kryetarët e parlamentit. Si është e mundur që t'i ketë votat për një veprim shumë të vështirë e nuk i ka votat për një veprim shumë të lehtë. Kjo është një arsyetim koti, ndoshta ato që i besojnë kurtit do të thotë qëndrojnë në këto pozita, po çdo njeri që rezonon shëndosh, kur i ke votat e siguruara për formimin e qeverisë, prakisht i ki votat e sigurta edhe për emnimin A i duhet kjo absurde pra? e kryetarit të parlamentit. A është absurde pra? Po, absurde, është paradoksale, është e pabesueshme. Pabesueshme. Por, si po ndiheni ju, zoti Çuni, kur shkoni në kuvent? 19 herë, 3 minuta punë, dilni me njerë nga kuvendi. Nuk ndjehet mirë. Nuk ndjehet, jo vetëm unë, po as si deputet nuk ndjehet mirë. Në tërë këtë karrierën time si deputeti i Parlamentit Kosovës, mundem me thanë që në momentet më vështira, momentet më të sikletshme, po edhe ku e ndjejmë veten që jemi të pafuqishëm me dhanë ndonjë kontribut. Po ja që jemi peng i situatës edhe nuk kemi forcë të mjaftueshme me e ndryshu. Ti pas gjitha këto parasysh, do të thotë, filluar nga emocionet, nga nevojat, nga mundësit, ne kemi ardhur si Lidhja Demokratike e Kosovës tek përfundimi se këtë situatë mundemi me te kalu që për një situatë të kufizuar në kohë, ta ndërtojmë një qeveri së bashku. Takimi që u mirëpret shumë ishte tek presidentja Vjosa Osmani me liderët e partive politike. Por pas atij takimi, zoti Kurti nuk u deklarua fare, por ishte pikërisht kreu i partisë suaj, Lumera Dexhikut, që tha që zoti Kurti ka thënë brenda takimit që s'ka urgjencë për krijim të institucioneve të reja. Situata është që mund të vazhdohet kështu, sipas tij. A ka urgjencë apo s'ka? Ne tani kemi qasje një informatat të ndryshme, jo vetëm që ka të ndodhë në Kosovë, po në rajon, me gjërë e tjera. Derisa shumë shtete miren me çështjet që ju japin prioritet filluar nga siguria nacionale, zhvillimi ekonomik, ndërtimi aleancave, partneriteteve, integrimet, ndërtimi i kauzave të përbashkëta, rirështimin e bloqe e tjera. Edhe është një dinamik në rrafshin diplomatik, në samite të ndryshme, takime të ndryshme, temat e përbashkëta, shqetësimet e përbashkëta, edhe në këtë situatë thuhet që ne nuk kemi një urgjencë, mendoj që nuk është një rezonim i shëndosh. Unë jam si i bindur se edhe zoti Kurti nuk e mendon ashtu, por ai duhet në një formë me arsyetu. Po ashtu mundohet me kriju një bindje që nëse ne e perceptojmë që me të vërtet nuk pas ka urgjencë, ne të dorëzohemi, do të thotë të pranojmë atë që ofron vetëvendosja edhe t'i kryjmë veprimet ashtu me kërkesat e vetëvendosjes pa ndonjë diskutim. Do thotë periudhë përshtypja, ato e kanë tërkohën e botës në dispozicion, nuk kanë asgjë për nguti e tjera. Pyetja është, a do të dorëzoheni, a do të ketë zbrapsje? Jo, ne do të insistojmë. Prandaj edhe kemi dalë me ofertën ta tejkalojmë këtë situatë. Natyrisht atë sa e kemi ne forcën, sa e kemi mundësin me ndiku, me i determinu veprimet, proceset. Por që do të dorëzohemi, askush mos ta mendoj që Lidhja Demokratike e Kosovës dorëzohet para ndonjë situatë. Por, zoti Kurti, si që tham, nuk e përkra këtë propozim të LDK-s për qeveri gjithëpërfshirëse, por do koalicion pikrisht me LDK-n. E ka shprehur madje edhe dje në atë intervistë që ju referua më herët, duke thënë që qeveri stabile do të ishte pikrisht me LDK-n dhe me nismën social-demokrate.
Po, nëse ne thjesht vetëm i kalkulojmë numrat, është fakt që vetëvendosja, Lidhja Demokratike dhe Partia Nisma, do i siguronin votat për një qeveri deri në zgjedhjen e presidentit të radhës. Po ne tani më jemi deklaru për këto mundësi që i ka ofru vetëvendosja, në cilat pika, në cilat rrafshe ne nuk pajtohemi edhe pse është kriju një hendek i madh në mes të vetëvendosjes dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Prandaj, ai projekti jon ka dhe shumë qëllime. Do thotë për një mandat të qeverisë vetëvendosjes është bërë një polarizim i skajshëm i partive politike, i shoqërisë, që nuk do duhet të ndodhte, nuk kishim nevojë për këtë polarizim. Polarizimi ka shku aq larg, sa që është tentu që para qytetarëve një parti politike, siç është vetëvendosja, do thotë qenka gardiane e vlerave nacionale, kombëtare, shtetërore dhe gjithë të tjerët janë në agendën e hartuar dikun në Beograd. Do thotë, na kanë konsideruar si parti e cila është e koordinuar me Beogradin, mi rënu të gjitha ato arritjet para lufte, gjatë lufte, pas lufte në shtetë dërtime tjera. Do thotë, Tash po ju do në koalicion, sëresh, dëgjuni. Një akuz shumë e rëndë. Tash ju do sëresh në koalicion. Deri tek përqeshja, abozimi, afendimi, do thotë në paraqitjen e tij, pas publikimit të rezultateve, kur edhe ne na krahason, tani mos t'i ripërsërisim e tjera që nuk është pjesë e, nuk është bonton edhe nuk është kulturë e një partie politike, e në veçanti e të një lideri, cili do duhet ishte lideri të gjithve. Do thotë, kur je kryeministër, apo pretendon me qenë kryeministër, do duhet të jesh të realizon programin tënd partijak, por me atë program do duhet me qeverisë me të gjithë qytetarët. E jo me bë cilësime dhe kategorizime të tilla, do thot partit kombëtare dhe partit antikombëtare. A ka ndonjë shkëndij që mund të rezultojë pra në një koalicion të mundshëm mes LDK-s dhe vetëvendosjes, të quni? Përbesin e gjitha ato bisedat në të gjitha nivelet, filluar nga dega, nga cila vi une, dega e Prizrenit, forumet e ndryshme që kam qasje, tëri tek niveli me i lartë në kryesi edhe si nën kryetar, nuk kam vrejt ndonjë disponim që ne të hymë në qeverisje së bashku me vetëvendosjen. Do duhet të punohet shumë që të krijohen rrethanat, të krijohen kushtet, që me u kriju një afërsi edhe me u rikthy besimin ndër partijat. Çfarë rrethanash do të krijoheshin po? Ne kemi edhe një përvojë, se kemi pas një qeverisje të përbashkët, ku kemi shpresu, do të thotë kemi shpresu që së bashku mundemi me bë revolucion për të mirë, për shtetin tonë, për qytetarët tonë, sa do të jeshim në një... Që dhe ju personalisht kujtoj që keni qenë kundër prishjes atij koalicioni, keni përthirrje edhe në Kuvendin e Kosovës në atë vetë. Do të kemi përdor mundësitë e fundit që me rujt atë koalicion, po ja që kalkulimet ishin që me prishjen e koalicionit, LDK do të dëmtohet në përmasat e tilla që të defaktorizohet. Edhe kur ne kemi një përjetim të tillë, pastaj kemi një mandat ku ne kategorizohemi si parti antikombëtare, antishtetërore, edhe tani brenda 24 orëve për shkak të mungesës së numrave, ne jemi të preferuarit e Albin Kurtit, natyrisht që janë shumë pikpyetje. Mos është ende projekti që me vazhdu me dobësimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, apo është vërtet një nevojë e sinqertë. Tani, vetë Zoti Kurti do duhemi arshitu veprimet paraprake,
pse ka pru këtë situatë, pse ka pru këtë gjendje, me fillu mi zhvillu kontaktet, që me mujtë me kriju besimin. Letër, zotit Tuni. Deri tani nuk... Albin Kurti ka dërguar letër Lumena Durrëzit për koalicion. Deri me tani, do thotë është një letër shumë formale, shumë zyrtare, edhe ku ka shumë paragrafe, ku bën vlerësime ndryshme, që fare nuk është në diskrecionin e ti, më marrë me gjendjen e brendshme të Lidhjes Demokratike. Jeni ndjerë të fyrë, me ato fjallë që jashtë standardeve, jashtë niveleve, jashtë ati bontonit të bashkëpunimit ndërpartijak. Por, kujtoj, zotë Quni, që LDK-ja pikrisht bënte koalicion edhe me subjektet e tjera, kur kishte edhe akuza të rënda, edhe për vrasit pas luftës, përfundoj në një koalicion edhe me PDK-n. Apo jo? E vërtet. Po. A janë tash akuzat më të rënda nga vetëvendosja atëherët se kanë qenë? Tani është, do të duhej të në mëngjes me qëndru, mi elaboru të gjitha situatat edhe mi peshu cilat koalicione kanë bartur rreziqe më të mëdha e tjera. E qartë, por duhet përmendur. Duhet kontekstualizohet. Është fakt që kemi përvoja të hidhura, thuajse nga gjitha format e koalicionet në për të cilat ne kemi kaluar. Lidhja Demokratike në gjitha situatat, çështjen shtetërore e ka pas para çështjes partijake. Do thotë për me arrit... Tash e keni? Tash e keni zë Quni? Do thotë për me arrit një veprim që Kosovës i siguron një progres, edhe me çmimin e dëmtimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, do thotë janë marrë përsipër edhe këto rreziqe. Po nuk mundeni me prit rrezikimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës deri në përmasa që të defaktorizohet. Ka të tillë që janë shumë të interesuar që LDK-ja të fshihet nga skena politike. Prandaj jemi të kujdesshëm. Në çdo hap jemi të kujdesshëm. A i bie që përjashtoni çdo mundësi, pra? A i bie që përjashtoni çdo mundësi, zotë Quni? Në zgjedhjet e fundit, ne kemi kalu shumë keq, dikon rreth 100.000 vota që kemi arrit me siguru, tani është një rikthim i fuqishëm në 170.000, edhe mendojmë me vazhdu këtë dinamik, këtë tempo të jemi faktor. Momenti që e ndjejmë veten stabil, atëre e kemi shumë e lehtë edhe të ulemi, të bisedojmë, se bëhemi aq të fuqishëm, përkundër asaj që dikush mendon me na dëmtu, do e kemi një imunitet që me përballon. Pra, kjo i bie që përjashtoni çdo mundësi, që mund të ketë koalicion me vetëvendosjen. Ne jemi deklaruar, do thotë koalicioni për shkak të situatës që është kriju, vetëm me vetëvendosjen, përjashtohet, preferojmë një qeveri që është e përbërë nga gjitha partitë politike, me një agjendë të përbashkët, me një plan të detajuar, edhe sa më shpejt pas kalimit të kësaj fazës së tranzicionit në fushatat e radhës, në zgjedhjet e radhës, ti të kalojmë këto fazat e populizmit, të nacionalizmit të themi mbidozuar, edhe të miremi me çështjet konkrete, e një ndër to është zhvillimi ekonomik. Me zhvillimin ekonomik, ne japim përgjigje në shumë çështje të cilat sot trajtohen me populizëm. Derisa vetëvendosje pret një ndryshim të qëndrimi, qoftë partive të tjera parlamentare, PDK-s, LDK-s, AK-s, a presni ju reflektim nga vetëvendosje që ta përkra këtë ide të juajen për qeveri gjithëpërfshirëse? A presni të ndryshoj zoti Kurti, apo jo? Po, nëse ka një rezonim të shnosh me brenda strukturave, hierarkisë vetëvendosjes, ne presim që ato të jenë më pozitiv, të reflektojnë edhe të kuptojnë sa e rëndësishëm do të ishte ky projekt. Është projekt jo vetëm që e nxjerr Kosovën nga kjo situatë, po është edhe emancipues edhe edukativ. Do të përafrohen partitë politike, do të harrojmë... Tash
tash për tash dallimet janë të jetë mëdha. Po, gjuhën e urrëties, ju e dini çka është të ndodhë në rrjete, ushtria kibernetike, në komunikimet e drejt për drejta, kushia me kushiun, në kompani ndryshme, në institucionet ndryshme, është një klim ku thjesht ai motivimi për të punuar, aja atmosfera për një punë kolektive, ekipore, është rënu për dhe. Ne, edhe kjo është shumë e dëmshme, edhe për kombin, s'pako ne shqiptarëve nuk na ka hije. Kemi kalu shumë situatat të vështira, kur është dasht të kemi një gjuhë përbashkët, një motivim përbashkët, veprimet përbashkëta. Polarizimi që ka ndodhë, ne do të me ndërmarë masa me i përafru qytetarët, me i përafru partitë politike. Pa përjashtim. Mendoj që kjo është mënyra më e mirë, jo mendoj jone, pa kështu mendojmë në Lidhjen Demokratike të Kosovës, është mënyra më e mirë që në të ardhmen me gjitha sfidat të jemi me unik. Kjo është natyra e LDK-s, kjo është kultura e LDK-s. Kemi kalu në për shumë situata të cilat ndoshta dhe nuk ka qenë në favor të lidhjes demokratike, kemi hapë rrugë, kemi dhënë përparësi, kemi mbështet, kemi ndërtu ura, komunikimi, prandaj ne vazhdojmë me tjetën natyrë, me tjetën kulturë, me i përafru të gjithë. Takimi të presidenti Vjosa Osmani nuk rezultoi me ndonjë sukses, rezultat. Kërkesa ndërkombëtare ishte nga ambasadorët e Shtetit të Kuvendit që të ketë sa më parë institucione të reja, zoti Çuni. Por duke parë pra këto qëndrime që janë diametralisht të kundërta, a mund të ketë një dakordim pra edhe për zgjedhje të reja parlamentare? A janë opsion real? Po, është fakt që kjo situatë nuk mundet me zgjatë në pafundësi, edhe kur të shterën të gjitha mundësit, opcionet, alternativat, atëre do të drejtojmë institucioneve, organizatave të cilat ndoshta dhe mundin me dhanë zgjidhje për këtë situatë, ndoshta do tjetë edhe zgjedhjet e reja. Tani, zgjedhjet e reja sa mundin me ndryshu situatën me një përqindje të rënjes, të ngritjes, të disa partive politike, kjo duhet e mirët në konsideratën nga të gjithë politikë bërësit. A është humbje kohe, apo blerje kohe për ndonjë situatë më favorshme për dikënd, por do t'ishte mirë që ne të vim tek zgjidhja e përbashkët pa pas nevojë me hi në zgjedhjet e reja. LDK-ja shprehjore gatshme ka propozuar 15 qershorin, edhe vendosja thotë po ashtu, LDK-ja? A i friksohet apo jo? A i friksohet apo jo zgjedhje? Jo, nuk i friksohemi, ne mendojmë që nëse hymë në zgjedhjet e reja, besimi i qytetarëve për politikat, për programin e Lidhjes Demokratike të Kosovës do t'jetë edhe me i lartë. Edhe jam mëse i bindur se në legjislacionin e radhës ne do të kemi edhe më shumë deputet. Qeveria gjithëpërfshirëse si është zoti Çuni? Me kë kryeministër? Me Albin Kurtin apo me kë? Po, ne kemi theksu në njërë ndër paragrafe që kryeministri do duhet të jetë figur unifikuse, një figur e pranueshme nga tërë spektri politik. Nuk e besoj që me tërë këtë performancën, paraqitjen, veprimet, zoti Kurti është në mesin e personaliteteve që ka arrit me unifiku spektrin politik të gjithë qytetarët në Kosovë, jashtë Kosovë e tjera. Tani me i keni analizat, i keni studimet, kur edhe jashtë kofive zoti Kurti ka tentu të ushtroj ndikim, jo që ka ndodhë ndonjë unifikim, por ka ndodhë një përqarje dhe një polarizim edhe më i skajshëm i spektrit politik në Maqedoni, në Luginën e Preshevës dhe kudo që ai ka tentu me ushtru ndikim. Zoti Çuni, me që përmendëm zotin Kurti, kryeministri a ka lënë ka zyret e LDK-s apo jo?
Po tani kjo është bërë edhe shprehje e njohur, por besoj që e keni fjalën se sot fizikisht ka kaluar afër zyreve. E pa me datë pjesë, por buzëqeshi. Por qëllimi i kësaj deklarate ka qenë të kaluarën që pa LDK-n nuk mund të zgjidhet kryeministri. Kjo ka qenë. Po tani më po kuptohet, janë edhe opcione tjera. Kurti mund të zgjedhet kryeministri dhe mendimin e Partisë Demokratike të Kosovës. Atë s'po e do, PDK-n. Tani lidhje me preferencat e tij për ndërtimin e qeverisë vetëm me lidhjen demokratike të Kosovës, atë ne tani më kemi bërë publike qëndrimin ton, edhe besoj që Zoti Kurti duhet ta ketë në konsideratë dhe nuk mundet në pafundësi me tentu edhe me ripërsërit që ne jemi të vetmit të favorizuarit të Zotit Kurti për ndërtimin e qeverisë. E përmendet me herët çështjen e urgjencës në aspektin e sigurisë. Çfarë urgjencë në aspektin e sigurisë mund të ketë Kosova pra? Nuk e tham që urgjenca e përmasave që ne po na pret ndonjë konflikt apo luftë armatosur, por përderisa shtetet të cilat janë me kapacitetet e plota të institucioneve të sigurisë dhe kanë intensifikim të bashkëpunimeve bilaterale, po dhe brenda NATO-s, aleancave të ndryshme e tjera, ne nuk mundemi të luajmë rolin e naivit edhe të jemi aq komod që këtë situatë ta shpallim pa ndonjë urgjencë. Edhe po të ishte situata e rëndëmt, mendoj që ka kalu një kohë e cila nuk mundet me u arsitu para qytetarëve se ne do të mundemi me vazhdu, do të thotë me këtë ritëm edhe me të njëjtën qasje. Me qemi se të quni jemi në fund të intervistës tek siguria, kemi parë disa veprimet së fundi edhe të institucionave të Republikës së Kosovës në veri të vendit me mbylljen e disa objekteve të strukturave paralele, por edhe kësaj radhe kemi parë reagime të ashpra ndërkombëtare nga Bashkimi Evropian, nga ambasadat të ndryshme që kërkojnë të ndalen këto veprime të institucionave të Kosovës. Pse gjithë këto reagime? Po, të gjithë ato që nuk ja dojnë të mirën Kosovës, që mendojnë me rreziku stabilitetin e Kosovës, presin momentet e tilla, do të thotë kur institucionet nuk janë funksionale, kur nuk ka agenda të fokusuara, nuk ka llogaridhënie, përgjegjësi, komandim, kontroll e tjera, do të thotë janë momente, themi një lloj vakumi institucional, ku me forma të ndryshme munden me u ataku interesat tona. Edhe në këtë situatë, kur një qeveri nuk është apo një parti fituese cila e man peng situatën, nuk është në nivelin e përgjegjësive dhe të detyrës, atëherë partnerët tanë janë të detyruar që përkundër këtyre mangësive që ne i kemi të bëjnë me dije të gjithë atyre që kanë synime të ndryshme me destabilizu situatën, që thjesht mos të hynë në avantura, sepse prap ka dikush që kujdeset për sigurinë dhe për paqen në Kosovë. Avanturat rrezikshme këto, nga që edhe BE-ja në reagimin ka qenë të jetë e ashpër, duke thënë që po nxit tensione, mund të nxjisë tensione me këto veprime në veri të vend. Po kur tani mos të ripërsëritem, nëse rreziqet vinë nga Moskva dhe jo nëse vinë, po ato vinë nga Moskva dhe nga Beogradi, atëherë fatmirësisht i kemi aleatët, i kemi partnerët që edhe në situatat të tilla e tregojnë qëndrueshmërinë, sinqeritetin e tyre për stabilitetin jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Do të quni falenderoj shumë për praninë në Infonata. Të nderuar shikues, me këtë bisedë mbyllim edicionin për sonte. I falenderoj shumë për vëmendjen. Bashkë do të shihemi sërish nesër. Mirëmbëjtje.